Përshëndetje dashur miq të Alpo Televizion. Jemi këtu sot tek emisioni Shqipëria jon për të trajtuar një tjetër një temë rreth masakrës së haruar të Peshkëpisë. Sot është data 10 prill dhe në 10 prill të vitit 1994 në Peshkëpi është kryer nga forcat paramilitare greke një masakër e cila njihet tashmë si masakra e Peshkëpisë. Për këtë qëllim ne kemi ftuar sot në studio një ish ushtarak, zotin Dritan Goxhaj, i cili na ka nderuar gjithmonë me pjesëmarrjen e tij dhe me analizat me të cilat ne sjellim rreth ngjarjeve të ndryshme që ndodhin në Shqipëri dhe në rajonet shqiptare. Atëherë mirë se erdhe zot Dritan. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Po, ashtu siç thash dhe në hapje, 10 prilli është një datë ku përkujtohet masakra e Peshkëpisë, por çuditërisht dhe pse sot ne ishim aty për ta filmuar dhe për ta përkujtuar, ne si gazetar, ju si aktivist, si shqiptar domethënë, jo si aktivist më shumë, se çdo shqiptar duhet të ishte aty, por mungesa e një pjesë e njerëzish lidhet shumë për dëshiruar dhe pikërisht për këtë do flasim dhe sot. U vure që mungonin dhe institucionet shtetërore. Ç'mund na thoni? Është për të ardhur keq, kemi të bëjmë me një masakër, me një vrasje shtetërore, pra të organizuar shtetërore nga ana e shtetit grek. Në atë kohë, pavarësisht se cekët që kemi të bëjmë me grupe paramilitare, por këto grupe paramilitare u organizuan dhe u stërvitën nga ushtria greke, pra domethënë që shteti grek ka qenë pjesëmarrës dhe organizator. Po, sepse nga fillimi deri në duan një suport i kësaj, absolutisht i kësaj ngjarje. Është një ngjarje që si vjet bëhen 31 vite nga vrasja e dy dëshmorëve të Adheut, Fatmir Shehu dhe Arsen Gjinit, dhe nuk është zbardhur drejtësia. Pra drejtësi nuk është vënë, drejtësia shqiptare nuk e ka zbardhur dhe çështja është mbyllur totalisht në vitin 2021. Pra pa arsye të forta, thjesht marrë një vendim për të mbyllur çështja. Dhe është për të ardhur keq që një çështje e tillë nuk marrin pjesë, pra në një përkujtimore të tillë, nuk marrin pjesë të paktën ato institucione shtetërore të cilat bënin pjesë dy dëshmorë të Adheut dhe 3 të tjerë të plagosur. Pra, policia kufitare e Republikës Shqipërisë duhet merrte pjesë siç mori pjesë vjet, edhe pushteti lokal, edhe policia kufitare, edhe Ministria e Rendit morën pjesë në 30 vjetorin. Po, ishte një jubilar. Pra, kemi nisur bëjmë këtë çdo jubilar, pra në 20 vjetor, në 25 vjetor, në 30 vjetor, pra njëherë në 5 vjet, njëherë në 10 vjet e kujtojmë. Ajo është diçka që duhet kujtuar çdo vit, sepse nuk është vendosur drejtësia në vend. Në momentin që vendoset drejtësia, atëherë ti mund kalosh në jubilare. Në momentin për sa kohë akoma nuk është vendosur drejtësia, nuk mund kalojmë në jubilare sepse duhet ta mbajmë ndezur këtë frymën për kujtuar çdo vit, për kujtuar dhe bërë kërkesa që organet e drejtësisë së Shqipërisë, shteti shqiptar të angazhohet për të dhënë një përgjigje të saktë juridike për atë çfarë ka ndodhur dhe për të mbajmë përgjegjësi juridike ata të cilët e kanë bërë këtë ngjarje, kanë bërë këtë masakër dhe këtë vrasje. Pra, në aspektin e konceptit juridik, ajo është një akt terrorist. Po. Aty u vënë re edhe mungesa shumëta, për shembull, është bërë një memorial aty, një piramidë e vogël në formë trekëndshi rreth 1,5 metër nga toka, ishin shënuar emrat e 2 ushtarakëve të vrarë në 10 prill të 94-s, por as datë lindje, as datë vdekje, madje mungonte edhe flamuri, shtiza ishte, po mungonte flamuri i cili duhet të ishte prezent në atë në vend ngjarje, domethënë. Të është bërë një memorial për gjysmë, pra unë mendoj që këtu duhet kemi pasur një detyrë të fortë, nga atë pra kanë qenë të detyruar të bëjnë memorialin, për shkak se siç e tham ngjarja nuk është zbardhur nga ana e drejtësisë dhe nuk është dhënë një vendim përfundimtar nga ana e drejtësisë, askush nuk ka mbajtur përgjegjësi penale për ngjarjen që ka kryer, për këtë shkelje të territorit të Republikës së Shqipërisë dhe për këtë akt terrorist të bërë në repart ushtarak të Republikës së Shqipërisë, dhe ishin vetëm, ashtu siç thoni ju, ishin vetëm emrat e 2 dëshmorëve të Adheut, por as data e rënies, as data e lindjes, as një shpjegim se çfarë përfaqësojnë pra këta 2 persona, çfarë është pra asnjë gjë tjetër. Pra është ajo që po ndodh shpesh në këto 30 vitet e fundit në Republikën tonë, tjetërsimi i historisë. Dhe këtu doja të dilja, cili është qëllimi sipas mendimit tuaj? Qëllimi është tjetërsimi i historisë, pra shurja e historisë, pra në rast se ti e bën një gjë, thjesht një përmendore. Dhe ajo përmendore nuk ka asnjë datë, nuk ka asnjë shpjegim, pra çfarë ka ndodhur në këtë vend. Çdo kush që do të vinë nesër
bëj një pelegrinazh se çdo kush i huaj që mund të bjerë rruga nesër, zakonisht këta të huaj, këta turistët që vinë që dalin, bëjnë shëtitje këtë hiking që quhet, do shohin atje të shkruar diçka, do shohin në krah të një godine të rënuar dhe nuk kuptojnë asgjë se çfarë ka ndodhur, përsa janë këto emra këtu, pra a janë emra pronaresh apo çfarë janë? Po. Dhe kjo të bën të shuash komplet historinë, pra ta fshim nga historia këtë ngjarje që ka ndodhur. Brezat që do të vinë në rast se nuk ka një pllakat dhe në rast se drejtësia nuk do të vendoset në vend, atëherë do ta harrojnë fare këtë që ka ndodhur. Dhe është iniciativë dhe nxitje, jam i bindur që është nxitje e shtetit grek me servilizmin shtetëror shqiptar, me servilizmin e shtetit shqiptar për të shuar këtë ngjarje historike. Po mirë, e cila vë një dëmb të madhe në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë dhe i vë një dëmb të madhe shtetit grek. Po, sigurisht shtetit grek i vë një dëmb të madhe, shteti grek është e çuditshme se edhe pse janë bërë shumë masakra dhe krime, përsëri nuk ka mbajtur një qendrim për të paktën të shfaqsohet, duke thënë që neve nuk kemi qenë atëherë në atë punë, por ka qenë dikush tjetër që është bërë, kanë qenë paraarsitant, por ne kërkojmë dijes për çka është bërë, hajde gjejmë marrëdhënie. Qeverisja shqiptare është ajo e cila të vë një hyje shumë të madhe dyshimi. Dakor, ne e dimë që gjeopolitika i kërkon disa lehtësira ndaj fqinjve, ndaj disa fakte, disa faktorëve, por jo të arrim deri në atë formë, deri në atë moment kur çdo gjë të tolerohet vetëm në mënyrë të njashme, sepse po kështu mund të bënin dhe pala tjetër nëse do të kishin dëshirë të ishin dhe ata zbutës të problemeve. Por në momentin që ata vetëm vazhdojnë, bëjnë provokacione në një farë mënyrë, nëse mund të quajmë kështu, vazhdojnë bëjnë ato çka kanë bërë gjatë gjithë 200 vjetë të krijimit si shtet, të atij shtetit grek, domethënë, atëherë çfarë i bie të quhet kjo? Vazhdim rutine e përdhunimit të drejtave të një kombi? Apo mund ta përgjigjesë ndryshe? Qëndron edhe ajo që thoni juve, po duhet parë në një aspekt tjetër, pra duhet parë në aspektin e servilizmit dhe nënshtrimit të strukturave të shtetit shqiptar, qoftë për interesa personale, qoftë për interesa politike. Nuk ka asgjë tjetër, sepse kemi të bëjmë me një organizat, pra veprimin terrorist në Peshkëpje ka kryer organizata Mavi, pra është një organizatë e shpallur terroriste edhe nga shteti grek. Pra nuk kemi të bëjmë me një organizatë që ata nuk e kanë shpallur, ata nuk e njohin dhe neve nxjerrin në kërkim. Dhe po ka dalë dhe është mbyllur, pra në shtetin grek ajo është mbyllur me kovërmëtaria e saj, ata e kanë përcaktuar, ka dalë dhe shpeshherë në mediat e tyre. Njerëzit që kanë bërë pjesë, ata nuk i kanë dënuar për arsye shtetërore, pra për mos të nxjerrë atë që thamë në fillim, implikimin e shtetit grek në krijimin e kësaj gjë. Eurodeputet më valla. Po pikërisht, këtu është problemi. Eurodeputet llokun e tyre ata e bëjnë me ndihmën tonë, sepse nuk mund të bëjë Beleri eurodeputet, po qëse Beleri nuk do të arrestojë në Himar për çështje të votave. Në rast se Beleri do të arrestojë në Himar për çështje të shkeljes kushtetutës së Shqipërisë, për thirrjet e tij antikushtetuese që neve do të helenizojmë Himarën, për deklaratat e tij në mediat greke gjatë fushatës se ne do të helenizojmë Himarën, ai është një deklarat antikushtetuese në rast se do ishte arrestuar për atë, sot Beleri do të ishte në burg sepse është veprim antikushtetues dhe më pakta ai shkonte 10 vjet në burg. Dhe për mos të vajtur në këtë, aktualisht të gjitha palët politike në Shqipëri kanë bërë marrëveshje me Greqinë, pa janë vënë në shërbim të Greqisë për të bërë Belerin eurodeputet. Për të nxjerrë dhe kemi një gjë interesante në gjithë të grupin i cili ka marrë pjesë në këto veprime terroriste, sepse nuk kemi vetëm një veprim terrorist. Ne po flasim për Peshkëpinë, po mbas Peshkëpisë ata kanë bërë Longën, para Peshkëpisë kanë bërë të tjera, pas Longës kanë tentuar sërish Sopotin. Pra kemi pasur disa veprime terroriste të kësaj organizate në atë kohë dhe i vetmi antar i kësaj organizate i cili aktualisht është kthyer në Republikën e Shqipërisë dhe është angazhuar edhe politikisht në Republikën e Shqipërisë është vetëm Fredi Beleri. Asnjë antar tjetër i grupit i cili ka marrë pjesë në sulmin, në vrasjen, në masakrën dhe në aktin terrorist në Peshkëpi nuk ndodhet në Republikën e Shqipërisë dhe nuk ka ardhur më në Republikën e Shqipërisë. Mund të kenë ardhur me raste siç ndodhi rasti i Buleratit më mbrapa që erdhën për varrim 1-2, po nuk janë vendosur dhe nuk marrin pjesë aktive në jetën politike dhe në jetën sociale në Republikën e Shqipërisë. Pra është vetëm Beleri dhe ardha e Belerit domethënë që i është dhënë garanci që ky zotëria nuk do të preket nga organet shqiptare. Dhe për të tjerët nuk është dhënë garanci ose nuk është kërkuar garanci për të tjerët. Pra këtu kemi një lloj marrëveshje të fshehtë e cila duhet të dalin në dritë. Për hir të së vërtetës duhet të thënë që këto marrëveshje nuk bëhen thjesht ndërmjet palëve Shqipëri-Greqi apo ndërmjet politikanëve të Shqipërisë dhe Greqisë, por
është një përshtypje tek të gjithë njerëzit që këto marrëveshje shkojnë edhe më lart, sepse ndërkombëtarët ose ata që kanë në dorë lëvizjet e kufijve apo lëvizjet tjera demografike e zhvillime tjera rajonale, bëjnë dhe ata politika të tilla të cilat në një farë mënyre vjen këtu ku gjendemi sot. Për shembull, Greqisë janë falur borxhe pafund, është financuar pafund si shtet dhe është një nga shtetet në Evropë që kanë shumë borxhe se të gjitha. Dhe me këto para, një pjesë të parave jo vetëm i ka përdorur për armatim, por i ka përdorur edhe për të greqizuar shqiptarët në jug të Shqipërisë. Njëkohësisht vjen re dhe veprimet e tjera të cilat lënë shumë të dyshosh, mos ndoshta ka dhe forca të tjera në këtë mes të cilat orkestrojnë gjithë këtë lloj rëmuje për të krijuar të presion të vazhdueshëm ndaj shqiptarëve që ka tash 200 vjet i po bëhet. Unë nuk shoh ndonjë presion, nuk shoh ndonjë rëmuj. Pra, këtu nuk kemi rëmuj, këtu kemi një veprimtari sistematike të institucioneve greke dhe qeverisë greke për të helenizuar jugun e Shqipërisë, në atë që ata e quajnë Warrior Pier. Kurse institucionet e tjera, shtetet e tjera të huaja ndoshta mund të ndihmojnë në aspektin e menefregizmit që nuk ndërhyjn, nuk ashtu, por ndihmë direkt nuk ka, sepse është Greqia ajo që ndërhyn direkt në këtë aspekt. Në marrëdhënie shtetesh, në marrëdhënie në lidhje interesash, për shembull ka grupime të ndryshme që nuk pyesin kush është shteti X apo shteti Y, por i intereson gjeopolitika globale se çfarë do bëhet në rajone të ndryshme. Në këtë rajonin tonë nuk është se kanë interes të madh për politikës globale. Pra nuk kemi interesat në këtë rajonin tonë, janë vetëm interesat të fëqinjve. Pra interesat në direkt të fëqinjve, politika globale janë rajonale dhe janë të fëqinjve, pra nuk ka, janë interesa hegemoniste të fëqinjve. Nuk kemi të bëjmë me interesa globale, me interesa amerikane, interesa franceze, interesa europiane. Nuk ekzistojnë aktualisht sepse jemi në status quo. Problemi që ndronë të neve, te marrëdhëniet që ne krijojmë me fëqinjët, sidomos me Greqinë, për arsye se me Greqinë kemi dy gjëra që marrëdhëniet duhet ishin parë në mënyrë tjetër. E para, Greqia nuk e ka ratifikuar asnjëherë marrëveshjen e kufive të vitit 1126, vendimin e fuqive të mëdha në atë kohë, e Komisionit Ndërkombëtar për kufit. Shteti shqiptar e ka ratifikuar, ndërsa Greqia nuk e ka, do me thënë që Greqia nuk i njeh këta kufi që kemi. Shiko, ka 30 vjet. Plus, kemi edhe ligjin e luftës, pra të dyja këto bashkë shkojnë në këtë aspekt të mos komunikimit dhe të mos angazhimit të shtetit grek, të mos rregullimit të çështjeve dhe vazhdojmë të mbetemi në atë në një firmë që të dyja palët kanë hedhur për një fëqinësi të mirë në vitin 1174. Pra në atë dhe pastaj është ratifikuar në vitin 1191. Sërish një traktat i fëqinësisë mirë, pra funksionojmë me traktate. Do me thënë që neve jemi në gjendje lufte, funksionimi me traktate. Dhe kjo nuk mund t'i themi, pra, a neve gjithnjë po mundohemi ta drejtojmë gishtin nga Greqia, nga tuajt. Jo. Pra, ai bën atë që ai intereson të bëj, pra për shtetin e tij. Po ta shohim në një aspekt, pra në rast se ne do ishim grek, do themi shteti jon, ndaj kushti mirë sepse ne pretendojmë. Siç pretendojmë ne, pra, ne kemi Kosovën, kemi Maqedoninë, kemi troje shqiptare që ne kanë marrë dhe neve sot normalisht që duam që ta ndajmë Maqedoninë dhe të bashkojmë Shqipërinë. Ta marrim Kosovën dhe ta bashkojmë. Dhe Maqedon neve na shohin si armik, pra në të njëjtin pozicion që shohim neve sot grekët na shohin Maqedon. Pavarësisht se grekët nuk kanë asnjë të drejtë territoriale dhe juridike dhe kombëtare dhe historike në trojet shqiptare, neve i kemi këto drejta, por ata ashtu e mendojnë, pra shteti tyre funksionojnë dhe nuk duhet drejtuar gishti vetëm të dakord, ata kanë veprimtarinë e tyre. Po jona ç'a bëhet? Këtë doja të pra neve kemi ulur brekët, edhe i kemi lënë hapësirë të lirë të bëjnë si të duan. Këtë do të thoshja pasi ka 30 vjet që vullneti politik është i njëjtë, pavarësisht krahut të majt apo djathtë, dhe doja të shtoja që një pyetje, nëse ndryshon politika shqiptare dhe vjen një parti ose një grup politik më i përgjegjshëm për fatin e kombit, a thua se mund të ndryshojë situata? A thua se po të kërkohet së brendshmi mund të gjendet e drejta e shqiptarëve? Absolutisht po, pra çdo lloj force politike, edhe këta që janë sot, edhe ata që do vinë nesër, edhe çdo kush që juve diskutoni, pra në rast se do të ndërpriste më njëherë marrëdhëniet me shtetin grek, derisa shteti grek të ratifikonte marrëveshjen e kufive. Pra ratifikimi i marrëveshjes kufive do të thonë që Greqia njeh kufit. Po kush mund ta detyrojë Greqinë ta bëjë këtë gjë? Shteti shqiptar. Pra shteti shqiptar nuk e ka detyruar asnjëherë, ka përdorur asnjë lloj forme ndërkombëtare, të ligjeve ndërkombëtare, të simpozimeve ndërkombëtare, të ankimeve në OKB, në të gjitha këto pra që të bëhet kjo. Pra shteti shqiptar duhet të angazhohet politikisht në detyrimin e Greqisë për ratifikimin e marrëveshjes të 1126-s. Në rast se shteti grek e ratifikon këtë marrëveshje, atëherë automatikisht ai do thotë që njeh kufit. Dhe në moment që njeh kufit,
atëherë të gjitha këto vorja e pire, këto bëdhelliqe, këto mbeten thjesht disa historira dhe nuk kanë më asnjë lloj vlere. Por po të ndodhi kjo, në shtetin grek do kenë probleme të mëdha me forcat fashiste dhe ultranacionaliste, të cilat mbahen në politikën greke duke përdorur vorje e pirin. Në rast se ju a heq atyre këtë, automatikisht kjo do të pastronte edhe politikën greke. Pra këto forca nuk do kishin më asnjë vlerë, se ç'do bënin? Çdo lloj sulmi që të bënin më pas do të konsiderohej si terrorizëm. Sot, çfarëdo lloj sulmi që ato bëjnë, ato nuk e njohin kufirin. Po mirë, Greqia pra, këtu kemi një problem domethënë. Prandaj Republika e Shqipërisë çfarë do ta bëjë? Dhe çdo lloj force mund ta bëjë. Edhe këta, pra mungon vullneti dhe dëshira. Nuk është çështje e thjesht e një vendmarrje politike. Thjesht është vullneti i këtyre njerëzve dhe dëshira, ndoshta edhe lidhjet e tyre okulte me shërbime të huaja në dëm të Republikës së Shqipërisë, të cilët nuk ngulin këmbë dhe nuk vazhdojnë një rrugë ndërkombëtare për të detyruar Greqinë për të njohur këtë kufi. Një pyetje tjetër ishte që doja të bëja tash ishte, duke qenë se Greqia është në Bashkimin Evropian, dihet që BE-ja ka kushte të barabarta për gjithë populatat autoktone që jetojnë brenda shtetit. Por Greqia jo vetëm që si ka zbatuar asnjëherë, por vazhdon represionet e saj dhe pse brenda BE-s u fut pa asnjë kusht. Por ja, e zëm se u fut dhe Shqipëria në BE, do hiqen kufit. Atëherë ç'kuptim ka që të bëhet gjithë kjo luftë, apo mos ndoshta futja në BE është thjesht një lojë që këta e mbajnë si duhet kemi një si një copë kështu për të tërhequr. Duhet kemi një parasysh. Kur themi do hiqen kufit, pra koncepti i heqjes kufive nuk do thotë që nesër ky kufiri nuk do ekzistojë. Pra nuk do ekzistojë ai kufiri fizik në aspekt që nuk do kesh polici në kufi, nuk do kesh dogan. Po ama heqja kufiri ekziston, pra për këtë heqja kufiri bëhet llaf. Jo. Për kufirin kontrollues. Se vën dyshim këtë gjë, por ama të drejtën ti si shqiptar do ta kesh kudo që je. Je në Greqi, je në Shqipëri, ndërkohë që dhe greku ose një që quhet grek, do ta ketë të drejtën ti të deklarohet grek nëse vërtet është, edhe në Tiranë, edhe në Athinë. Kjo është bërë aktualisht me vendim të Këshillit të Ministrave dhe është një vendim, jo. Ke shqiptarë që po asimilohen edhe sot kësaj dite. Kjo zbatohet në Shqipëri, pra është një vendim i gabuar, i marrë me vendim të Këshillit të Ministrave në janar, në dhjetor të këtij viti. Po. Është një nga vendimet më të gabuara që ka bërë qeveria shqiptare, e ka tentuar ta bëjë këtë edhe qeveria Berishës në vitin 2011, me sa mbaj mend në atë kohë. Me bekimin e fqinjve, besoj. Absolutisht po, dhe atëherë u hodh poshtë nga gjykata. Pra gjykata kushtetuese hodhi poshtë ligjin që propozoi atëherë qeveria Berisha për të bërë për vetë deklarimin e kombësisë. Ndërsa sot nuk është bërë me ligj, është bërë me vendim të Këshillit të Ministrave dhe ka hyrë në fuqi dhe çdo kush mund të vetë deklarohet. Vetë deklarimi pa dokumentacion është veprimtari antikombëtare, sepse çdo kush mund të vetë pra unë sot mund të deklarohem amerikan. Dhe kjo ul nivelin e kombësisë shqiptare në Republikën e Shqipërisë. Pra atyre nuk ju duhet letrat për të verifikuar, se nuk do thotë që unë po thash sot jam amerikan dhe unë nesër do ikin në Amerikë. Jo, unë s'kam asnjë letër për të vajtur në Amerikë. Si mund të legjitimosh? Ti po gënjeve do vesh në burg. Këtu është gjithë problemi. Po këta duan të legjitimojnë gënjeshtrin. Dikush mund thotë unë jam kinez. Duke legjitimuar gënjeshtrin, ulim nivelin e popullsisë shqiptare dhe në momentin që ulim nivelin e popullsisë shqiptare, shkojmë në atë kërkesën. Ka një vendim të OKB-s, i cili përcakton që në rast se kombësitë në një shtet nuk e kalojnë të dyja së bashku, nuk e kalojnë 50%, secila atëherë ky shtet quhet shtet multietnik. Siç po quhet multietnik Maqedonia. Pra Maqedonia quhet një shtet multietnik, për arsye se kombësitë atje nuk e kalojnë 50%. Dhe e njëjta gjë duhet të mbërrihet edhe këtu. Se Greqia nuk është shtet multietnik? Greqia mund të jetë shtet multietnik de facto, po de jure nuk është, për arsye se nuk i njeh asnjë, Greqia nuk njeh minoritete. Nuk njeh minoritete, nda. Kjo është gjithë problemi. Pra, në rast se ti deklarohesh tu grek, bullgar, maqedon, automatikisht bën minoritete. Ne kemi 11 minoritete dhe në rast se këto minoritete arrin në një shumë 20%, pra kalojnë shumën 20%, secili minoritet automatikisht quhet multietnik dhe ju lindet drejta këtyre minoriteteve që të kërkojnë përfaqësi të veçantë në Parlamentin e Shqipërisë. Pra siç ka ndodhur në Kosovë, pra drejtësisht në Kosovë ç'kemi? Kemi një shtet multietnik për arsye se minoritetet janë mbi 20% dhe ato kanë të drejtë, që serbët kanë 10 vende të garantuara. Në popullsisë shqiptare. Po minoritetet i kanë dhënë të drejtë 20% parlament. Kjo është hile. Po pikërisht 10%. Dhe këtë ka bërë vetë Evropa. I kanë 20 vende minoritetet në mënyrë që të ndikojnë në bërjen e qeverisë. Dhe asnjë qeveri nuk mund të bëhet në Kosovë pa pjesëmarrjen e minoriteteve, sepse nuk kanë numra. Deri kur mund të vazhdojë kjo status quo me Kosovën? E njëjta gjë bëhet edhe do kalojmë. E njëjta gjë duan të bëjnë edhe në Shqipëri, pra duke dhënë këto, duke rritur numrin e minoriteteve, pra përqindjen e minoriteteve, automatikisht ju jepet këtyre drejt aty nesër në parlament. Dhe nesër
Këta që deklarojnë grek, që i shërbejnë interesave greke, interesave slave, kujt të duash, automatikisht do t'i kesh me detyrim në përbërjen e qeverisë, sepse nuk mund të formosh qeveri. Dhe në Evropa do na pranojnë brenda për të mos jemi shqiptar, domethënë. Drejt asaj po shkojmë. Kurse për sa i përket Kosovës, edhe Kosova ka këtë problemin e madh, të cilin mund ta tejkaloj, ka një klauzol në marrëveshjen e Rambujës, është në dispozitat kalimtare do të jetë neni 8.3. 25 vjet? Absolutisht, kanë kaluar aq dhe përcakton që pas 3 viteve duhet të bëjë një referendum. Pra, populli të shpreh të thotë, çuhet populli pas 3 vitesh duhet të shprehë vullnetin e vet dhe të zgjedhë se çfarë do bëj. Po atëherë pse s'bëhet referendumi? Referendumi nuk bëhet për arsye sepse politikanët shqiptarë në Kosovë nuk kanë interes që ta nxisin, ta çojnë drejt bërjes së referendumit për arsye se u mbasin pushtetin. Pra aktualisht më mirë i pari Katundit se sa i fundi i qytetit. Ndoshta është dhe më e thellë akoma. Ndoshta janë vënë aty për të mbajtur atë status quo. Po edhe ndoshta, unë dua ta shoh në këtë aspektin. Pavarësisht emrit X apo Y, edhe ky që është aktualisht në fuqi. Të kuptoj, nuk ka ndonjë ndryshim, po mua më pëlqen ta shoh në aspektin që secili dëshiron të jetë i pari Katundit dhe i fundit i qytetit. E kuptoj. Dhe si e parashikoni të ardhmen e zhvillimeve të shteteve tona shqiptare, pasi janë 5 shtete të coptuara dhe të ndara, ku në asnjë vend madje as brenda s'po kemi të drejta. Si e parashikoni, ç'e ardhme do jetë? Trojet shqiptare kanë filluar të reduktohen. Unë nuk e shoh një të ardhmen të mirë për arsye se ikja e popullatës shqiptare është në numër shumë i madh. Dhe edhe lindjet kanë rënë, pra janë numër shumë i vogël, nuk është se ata që ikin i arrin t'i zëvendësojmë, siç pra familjet sot janë nukli familjar është i vogël. 3 veta maksimumi 4. Edhe presioni shumë i madh sipërshmi, edhe shteti shqiptar po i bën shumë presion shqiptarëve. Shiko, gjithçka shkon në anën ekonomike, në anën politike, pra gjithçka i detyron shqiptarët, pra ju krijon atë pasigurinë e jetës. Duke krijuar pasigurinë e jetës, atëherë reduktohet nukleu familjar. Pra duke reduktuar nuklin familjar, pra ti martohen burrë e grua, bëjnë një fëmijë maksimumi 2. Pra nuk shkojnë te i tretit e ka siç bëjmë përpara, pavarësisht se shteti thotë japim incentiva, por nuk garanton të ardhmen, pra t'jep incentiv për shkak të lindjes, pra t'jep 1.000 euro, 2.000 euro kur lind, po të ardhmen si do ma sigurosh. Edhe nxitja e mediave që shfaqin programe degeneruese apo shkatruese të rinisë. Të gjitha shkojnë, po baza është që shteti nuk garanton të ardhmen e qytetarëve të finë, nuk është garantuar të ardhmen e qytetarëve. Absolutisht shteti këtë detyrë ka, shteti ka detyrën të jetë regulatori, nuk ka detyrën të jetë asgjë tjetër. Dhe shteti ka hequr dorë së bëri regulatori, shteti ja ka lënë gjithçka privatit, pra është dhënë me PPP, gjithçka e ka dhënë me partneritet privat-publik, dhe kjo ka shkatërruar të ardhmen e njerëzve. Dhe largimi i qytetarëve nga Republika e Shqipërisë vazhdon të reduktojë sasinë e trojve, sepse duke ikur nga fshatrat, kemi nivelin e fshatrave dhe çdo fshat duke u larguar automatikisht ajo humbet. Dhe nesër, në rast se nesër do të kemi një ribërje të territorit, një bashkim territori, do të jetë e vështirë nesër për të marrë ato fshatra që janë bosh, për arsye se armiku punon më shumë se sa neve. Dhe ai do t'i marrë dhe në rast të një shpërthimi të një konflikti nesër ose të një lufte, të çfarë do gjë tjetër, është shumë e vështirë që ti të mbash ato territore duke mos pasur njerëz. Pra shiko, jemi në të njëjtin aspekt. Aktualisht jemi në Çamëri. Në Çamëri, çamët musliman u përzuan, ndërsa çamët ortodoks quhen grek. Dhe në një aspekt, shumica e fratrave muslimane janë bosh. Dhe sot në rast se neve do të bënim një luftë në Çamëri, do nisim me këtë do ta bënim të luftë në Çamëri. Si do arrinim të merrnim të fshatet, si do t'i bitim. Pra do të organizonim një ushtri të madhe këtu që të shkonim atje. Dhe kjo ushtri e madhe do të donte një logjistikë të madhe për të mbajtur këtë forcë ushtarake në Çamëri, dhe kjo logjistikë duhet vinte nga Shqipëria, gjë që nuk mund ta marrësh kurrë, ndërsa po të ketë popullsi, atëherë ti logjistikën e ke në vend. Pra ndihmën e ke në vend. Të shfarë, pra është e pamundur sot që ti të bësh një luftë në Çamëri për të marrë dorë sepse nuk ka njerëz. Se bosh janë ato, fshatrat janë bosh, pra ti mund shkosh sot ta ngresh flamurin, thua ky është fshat Çamë dhe unë e mora. Okej, si do ta mbash? Kur do hash bukë? Pra këtu është gjithë problemi, duke mos pasur njerëz, duke larguar njerëzit, ti humbet territorin. Drejt. Dhe ky është qëllimi. Po mirë, shikojmë tani që këto gjërat, duan dhe këto fenomene që ndodhin, që mos i quajmë gjëra, duan dhe investim. Dhe çuditërisht të njësa të thosha edhe pak më para që shteti grek ka marrë shumë investime në Evropa dhe i ka përdorur për të greqizuar dhe për të mbajtur presionin ndaj shqiptarëve. Atëherë, nuk është ky një veprim në mos direkt, indirekt i Evropës
për të bërë këtë lojë kundër shqiptarëve? Jo, nuk e shoh veprim të Evropës. Apo grekët kanë përfituar dhe i kanë përdorur... tjetërsuar frontet, pra kanë tjetërsuar, tjetërsimi i fondeve nuk e bën atë tjetrin patjetër palë në veprimtarinë antikushtetuese në shtetin tim. Thjesht grekët nuk i kanë tjetërsuar fondet vetëm për të, kanë tjetërsuar fondet për gjithçka. Po mirë, nëse unë ty t'jap borxh për një punë dhe ti përdor për një punë tjetër, si mund të t'jap unë prapë lek borxh? Unë s'jam kaq i verbër, mos shikoj se ti këto para që të kanë dhënë si ke përdorur aty ku duhen, po i ke përdorur për punë tjetër. Atëherë pse Evropa vazhdon ta financojë? Evropa vazhdon të financojë sepse Evropës i duhet Greqia. Pra nuk ka ndonjë interes të veçantë, si pikë strategjike. Si pikë të saj strategjike brenda për daljen e saj në detin jon, edhe për qënien e saj në kufi me Turqinë, pra është interes i madh i Evropës dhe për këtë arsye ajo e mbyll njërin sy, por kjo nuk do të thotë, pra mbyllja e syrit është në aspektin e keq përdorimit të fondeve, por nuk është mbyllja e syrit në aspektin që okay, unë e di ti bëj këtë gjë sepse edhe unë kam interes që ti zhduk shqiptarët. Pra nuk jemi në këtë aspektin e kësaj. Prandaj mendoj që duhet të jemi pak ta shohim pak më ndryshe. Pra grekët janë duke bërë këtë për interesin e tyre, e vërtet me paratë e Evropës, por të tjetërsuara. Sa ndikon besimi fetar në marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe grekëve, sepse grekët na quajnë ne popullsi me shumicë muslimane, ne i quajmë popullsi të krishterë, Evropa po mbron krishterizimin me sa duket. Nuk jemi të çfarë po ndodh? Kemi gjë, atëherë kemi ne shqiptarët jemi shqiptarë para se ta shohim nga ana fetare kemi një problem tjetër. Pra nuk qëndron kjo lidhje fetare midis Evropës dhe Greqisë për shkak të krishtëzimit. Konflikti më i madh në Evropë qëndron brenda këtij krishtëzimit, pra sepse ndahen katolikët me ortodoksët. Dhe duke qenë se Greqia është ortodokse, nuk është në marrëdhënie të mira me Evropën katolike. Pra në aspektin e kësaj nuk është në një marrëdhënie fetare e mirë ose e tyre dhe kundër muslimanëve që jemi neve. Evropa si më të mirë ndaj muslimanëve. Shiko, është e vërtetë që neve jemi, ajo është e vërtetë që neve jemi shumicë popullat muslimane këtu. Po kur jemi shqiptarë, pse do të pranojmë njërin fe? Shiko, nuk është problemi asaj. Feja është fet si kom. Shiko, feja është besim personale. Feja është besim personal, gjithkush mund ta zgjedhë, por nuk krijon ndonjë problem të madh. Aktualisht, pavarësisht asaj qëndrimit që Evropa ka ndaj muslimanëve në vendet arabe. Më mjafton të shohësh atë çfarë po ndodh në Palestinë, ku Evropa është e heshtur për genocidin nazist që Izraeli po bën në Palestinë, dhe por ama të shohësh Evropa sot është mbushur me refugjat musliman dhe vazhdon të marrë refugjat musliman. Pra pavarësisht asaj, arsye merr sepse Evropa po plaket. Pra për shkak të plakjes dhe po mbush me popullsi muslimane, me popullsi arabe. Sepse pse ndodh kjo? Për arsye jo, nuk po e mbush me popullsi afrikane, po e mbush me popullsi muslimane arabe. Pse është interesi i saj? Sepse Evropa është ksenofobe. Evropa është naziste. Ka qenë naziste që në kohën e Hitlerit dhe vazhdon të jetë naziste. Nazizmin e saj ka pasur të fshehur gjithë kësaj kohe. Tashmë nxori haptazi me përkrahje që bën vendas aty. Nuk është vetëm bëhen vendas, por ama pse them ksenofobe, në aspektin e ksenofobisë, Hitleri dhe pjesa e Evropës, komplet Evropa i përcaktonte arabët si arian. Pra popullsi e pastër dhe i konsideron muslimanët si popullsi ariane dhe janë të bardhë. Prandaj pranon muslimanët dhe nuk ka probleme me ta nëse vinë në Evropë. Dhe nuk pranon afrikanët sepse janë të zi. Pra ju ndron racën, pra muslimanët ata i konsideron të bardhë dhe arian, si vetveten, dhe nuk ka ndrim race. Mund të ketë ndrim feje, po ndrim race nuk ka. Megjithatë ka shumë raste që feja keq përdoret, ndoshta besimi është personal, por keq përdoret si rasti i demonstrimit në shesin Skënderbej ku u mbulua heroin kombëtar dhe u bën ato rite të cilat ishin të traditave tona, po megjithatë heroi kombëtar atje le të përthën për hir të realitetit u mbulua për arsye se po merret një mas. Do vendoset diku. Do hiqet? Jo. Po merret masa e heroit kombëtar dhe kjo mas, pra, do të merret me derdhje dhe do derdhet original, do vendoset diku në Evropë. Dhe duhet të derdhet në Allçi. Me të njëjtën formë. Me të njëjtën formë, me të njëjtën atë. Dhe prandaj është mbuluar, nuk është mbuluar për shkak të riteve, sepse nuk pengon ritet, nuk ka asgjë. Po thjesht mbuluar për këtë proces. Pra, Xhamia edhe u bën në Tiranë, pse mos ishin aty, pse do të bënin demonstrim në një shesh aty, se kuptoj të gjë. Ne nuk na si shqiptarë nuk na karakterizon feja, qoftë apo i shtilon. Por ama duke qenë se shqiptarët kanë zgjedhur, secili ka zgjedhur fenë e vet. Dhe ndjekin edhe traditat fetare që përcaktojnë. Dhe janë pjesë traditave fetare. Prandaj them që është një debat cilin mund ta bësh me çdo lloj fetari, por unë jam besimtar, praktikant i fesë islame, por nuk jam teolog.
Nuk je teolog. Jo, unë besoj që jem shumë shqiptar, se sa i besimit fetar, për me atë besimi shpersonal, si që thamë. Besimi vjen pas komësis. Unë të respektoj si shqiptar besimi vjen pas komësis. Nuk e vëndyshim atë gjë. Mirë, nëse do t'i kthemi edhe njëherë temës për masakrën e haruar të Peshkëpis, që të futemi edhe njëherë aty ku ishim, se dolëm pak nga tema, çfarë mendon se në vitet e ardhshme do bëhet ndonjë kujtesë, ndonjë gjë, apo thjesht do lihet në harres derisa? Unë mendoj që nuk duhet lënë në harres, unë mendoj që duhet prej instancave. Instancat nuk kanë vërë, po instancat në rast se neve nuk i shkundim instancat do ta lënë në harres. Pra po punojnë për ta lënë në harres. Prandaj unë them që duhet angazhimi jon, qoftë edhe personal, individual edhe në grupe, për mos ta lënë në harres. E para duhet mbledhur të gjitha faktet dhe provat të reja, të cilat kanë dalë në këto vitet e fundit, edhe kryesisht në mediat greke, duhen bërë gjitha bashkë dhe duhet ngritur një akuzë në Prokurorinë e Shqipërisë për terrorizëm. Fiks. Për Fredi Belerin, për Mario Kutulën, edhe për shumë të tjerë që kanë qenë. Dhe duhet të përcaktojmë një qartë, sepse kemi thënë, flitet aktualisht në gjithë mediat shqiptare dhe përcaktohet vetëm një grupi, vetëm ai grupi që ka sulmuar me repartin ushtarak. Në një ngjarje ushtarake, në një veprimtari ushtarake, në një sulm ushtarak, nuk funksionon vetëm ai grupi. Pra, nga ana ushtarake, unë mund ta shpjegoj dhe të them që ai grupi i cili ka bërë ndërhyrje në repart, sa quhet grupi i zjarrit, grupi i parë. Normalisht që ky grupi i zjarrit kërkon një grup tjetër mbështetje. Pra, grupi mbështetësor që pasi mbarojmë punë këta, t'ju krijojë këtyre mundësinë e kthimit mbrapsht të tërheqjes të sigurt. Edhe plus të mbaj edhe në rast se mund vinë forcat të tjera, pra të ndalojë forcat e tjera. Pra, grupi që ka marrë pjesë nuk është vetëm 7 veta. Grupi që ka marrë pjesë është mbi 20 veta. Mbi 20 veta. Pra 7 veta kanë hyrë brenda. Dhe për të mbuluar dhe kemi një rrugë, se shohim nga rrugat kryesore, nga rruga automobilistike, dhe është një rrugë e gjatë për të ardhur deri në Peshkëpi. Normalisht që kontrollohet dhe mbahet me sy, por ama për të garantuar ardhjën e këtyre, për të garantuar që edhe nga fshati nuk do vinte kush me armë. Automatikisht kemi pasur edhe një grup tjetër i cili ka bërë mbulimin e këtij grupi të ndarë në 2 pjesë dhe ka qenë minimalja 8 veta, por ama do të kemi një parasysh që kemi qenë 4 kilometra larg kufirit, nga e vijës kufirit. Dhe pastaj këta që kanë bërë këtë masakrën, këta terroristët, kanë pasur edhe mjetet e tyre në territorin grek me cilat janë larguar më prapa. Pra këta kanë lënë njerëz edhe te mjetet e tyre dhe që kanë garantuar edhe ruajtjen e mjeteve të tyre. Pra është ndarë në 3 grupe. Dhe nuk është vetëm një grup e 7 veta. Grupi është i madh, është 20 veta edhe më shumë. Sepse normalisht janë 50 veta që janë stërvitur në Kipro, në skuadronin e 33 komando, ku kanë bërë stërvitjen, dhe nga këta 50 veta që janë stërvitur për veprimtari diversive 6 muaj, kanë bërë më pas edhe 1 muaj gjysmë një stërvitje speciale 20 veta vetëm për të bërë masakrën në Peshkëpi. Pra janë stërvitur pikërisht mbi maketin e Peshkëpisë. 20 veta, kështu që grupi ka qenë 20, nuk ka qenë vetëm 7 veta. Megjithatë, ajo që pyesin të gjithë shqiptarët që vënë shumë në dyshim, si ka mundësi që të lësh në vendroje një ushtar pa armë, pa fishek, pa zgjefare, edhe çoban të ishte edhe... Ka qenë një vendimi i shefit shtabit në atë kohë të repartit dhe i komandantit të repartit që ushtarët duhet të bënin shërbim pa roje. Pas ishin ushtarë të ri dhe sapo kishte dalë një vendim disa muaj përpara, 4 ose 5 muaj përpara, me sa mbaj mend atë kohë. Pra ka qenë organizuar dhe nga Ministrisë së Mbrojtjes. Ata kishin kemi një vendim të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila e ktheu shërbimin ushtarik shqiptar nga 2 vjet në 1 vit. Në 1 vit ishte në atë kohë. Dhe të gjithë ata ushtarë që kishin bërë 1 vit shërbim dhe kishin hyrë në vitin e dytë, u liruan sepse bëi 1 vitshi dhe në bazën ushtarake aty të Peshkëpisë mbetën vetëm ushtarët e ri. Dhe ishte marrë vendimi pra këta që këta ta bënin shërbimin pa fishek. Jo, me armë, po pa fishek. Me armë, po pa fishek. Dhe informacionin e kishin? Absolutisht që informacionin e kishin, e kanë marrë të informacion, unë mendoj që është shumë më e thellë marrja e këtij vendimi dhe marrë plus që kemi edhe një rast tjetër, kemi një qytetar shqiptar i cili jetonte në Greqi, sot ai është avokat në Durrës. Dhe në 1994 po thuaj se 1 muaj gjys, 2 muaj, 1 muaj gjys deri 2 muaj përpara se ndodhe masakra e Peshkëpisë, ai ka trokitur në dyert e ambasadës shqiptare në Athinë dhe ka takuar sekretarin e përgjithshëm të ambasadës shqiptare dhe oficerët e ngarkuar për çështje të shërbimit janë, dhe i ka vënë në dieni që po përgatitet një sulm ushtarak ndaj një poste kufitare në Republikën e Shqipërisë. Se ku nuk di. Dhe nuk dihet ata
janë tallur dhe kanë qeshur me personin, e kanë përzënë nga ambasadë, kanë thënë nuk është ky problemi, nuk është puna jotja, kjo është puna jona dhe nuk kanë bërë as raport në Ministritë e Jashtme për këtë gjë. Pra ka pasur informacione, pra kemi pasur, prandaj them që kemi pasur një përzierje të shtetit, të shërbimeve, të këtyre njerëzve që janë vënë në shërbim të interesave greke në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë Republikës së Shqipërisë. Kjo është ajo që politikanët tanë kanë patur gjithmonë njerëz kukulla që nuk i kanë shërbyer kur kombit, por i kanë shërbyer interesave të tjera. Ndaj, meqense jemi dhe në kohë zgjedhje, shpresojmë që njerëzit jenë më të vëmendshëm për këtë do votojnë dhe si do votojnë, ose të kërkojnë të paktën njerëz që t'i përfaqësojnë denjësisht në Parlamentin Shqiptar dhe jo të vazhdojnë të votojnë qorasi. Mirë, kjo është një zgjedhje njerëzve. Çështja e votave është një problem i madh. Stalini thoshte që nuk ka rëndësi se kush voton, ka rëndësi se kush i numëron. Fiks. Mirë, unë të falenderoj që ishe sot në emision Dritan. Ju falenderoj dhe unë ju sqaruam disa gjëra, dham disa detaje të reja rreth ngjarjes që gjithmonë ka për të shtuar dhe shpresoj në të ardhmen të ju kemi përsëri në studio për të qenë në bizeta të tjera me tema të ndryshme. Faleminderit. Të dashur miq, këtu do të ndajmë dhe së bashku, edhe unë ju falenderoj që ishit me ne deri në këto momente. Miru takofshim në emisionet e radhës.